Vllai ka ikur ka një muaj në Greqi, te fëmijët, do kalon dhe Pashkët dhe do vinte. Mirë po, do t'i mbrëm, unë para 2 ditësh isha këtu, kontrollova, s'kishte gjë. Mirë po kala një komshi këtu që vjen për ditë për t'u shkyrë qenin. Mirë po, kur kisha ardhur sot mbjes, kishte gjetur një person këtu në dritarët. Me vrap kishte lajmëruar policinë, lajmëroi dhe vllain andej. Vllai më mori mua se kisha mund çelsat e shtëpisë. Erdha këtu, e këta të policisë, bën verifikime tëra, ai na kishte ardhur, fillimisht kishte thyrat të xhamin aty të dritarit, po s'kishte gjetur gjë aty si mas asaj. Dhe ardhur ka qenë dritarja këtu e shtëpisë. Këto xhama këtu janë të vegjël, mi pa i ka tentuar që të futet aty. Aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk ashtu. Në mëngjes, ai zotëria që vjen këtu ushqen qenin, e gjeti të vdekur të në xham. Kjo është një zonë që njihet për vjedhje apo nuk ka? Po unë nuk jetoj këtu, prandaj. Unë jetoj larg, po erdha se kisha çelsat e shtëpisë, që mori policia. Po, e lajmëruan vllain. Patjetër i shokuar. Po, patjetër, nuk diskutohet. Çfarë të hyn tjetri në shtëpi, edhe me hijet bën. Megjithatë ai ishte nisur do kthehet. Ky do të ishte te 35 vjeçat. Mendoni se mund të jetë njëri? Nuk di gjë, nuk njoh fare këtu në zonë jam. Nuk e di. Policia më pyeti, ishte fytyrë pa parë, ishte me kapuç, i rregull tamam me doreza. I përgatitur për vjedhje. Po, i përgatitur për vjedhje. Po nuk ishte as i kartë identiteti nga një gjë, nuk ishte në xhep. E kontrolluan ata policë, po ata e kontrolluan. Erdha ata zero fiksës, pastaj e morën. Se kush ishte personi, akoma nuk është i pa identifikuar. Unë para 2 ditësh isha këtu, kontrollova.